vazhdo. Ishte një instrument tjetër që bëhe me dronde? Me drufrashi beshin fyje. Edhe fyje? I stolisnin me vaje, kupto me lule. Edhe i shisin brat. Ashtu? Ore ishte një nga fshati Kostreni 2. Koldan, që është. A i bënde cyla, bënde fyje. E ishte si lodra në qytet, për kalamajt? Neve i luteshim na jepte na një. Na jepte na një. Shtoqe. Po, sa larg është Kostreni deri në qytet me mushk? 2 orë gjysmë, 2 orë. Ja, afër që si ka larg. Larg është qafë. 2 orë gjysmë me mushk apo? 2 orë gjysmë me mushk them. Deri 2. Ishte Kostreni 2 ishte më larg. Ishte edhe 1 orë më larg. Ashtu? Unë e beja çdo ditë rrugën. Vinja në shkollë. Edhe mëngjes edhe në darkë. Po, shkollë fillore ka fshati? Tani po. Atëherë ishte në Roshnik, vinin në Roshnik. Ashtu? Kurse disa fshatra lagje s'vinin fare se ishin larg. Kështu që ka shumë moshatar të mi s'kanë bërë fillore. Nga që ishte larg? Ishin lagje të larga. Dyste tetën e shapur shkolla fillore, Roshnik. Sa mësues ishin gjithsej? 2 mësues, njeri të parën, të tretën, tjetri mësonte të dytën, të katërt. Kurse unë në Kostreni të 4 klasat. Se ishin pak nxënës, edhe kështu që norma ishte për një mësues. Po mirë, zakonisht fshatarët kishin shumë fëmijë, si ka mundësi që... Jo, 2 orët e para futja në klasë të parën dhe të tretën. Pastaj 2 orët e fundit për të parën dhe të tretën dhe 2 orët e para për të dytën dhe të katra klasës brenda. Kështu që një klasë leren të pavarur me tjetër mëso. Hidhëshet e tjetra e linjët pavarur tjetër, hidhët e tjetër. Pasa 2 orët e fundit ishin e dyta dhe katër dhe 6 orë në ditë mësim. Si bjene nga ora... Nga ora 8 dhe 1 gjysmë, 2. Dhe 2. Kështu që këto 2 orë që eshin suplementare dhe më paguanin. Që është vështirësi i gjasi. Po, sa vite punove si mësues në Kostreni? 5 vjetë. 5 vjetë dhe ike. Qa vite bëj fjallë? 59, 60. Dhe 63, 64. Pa pasaj erdhe në Tiranë? Ja, ishe puna. Që ndolë 3 vjetë bera në Kostreni. Hodha dokumentat kotë si koti për universitet. Pa dashe kur më lajmëroj më në gusht, dërzo detyrën, ka dalë e drejtë e studimit. Kisha u s'kisha as lek, as 4.000 lekve vete unë, bera dorëzimet e erdha Tiranë, në një javë në fakultet në biologji, ku
s'kisha lek që të hanja, ku të beja, bursë nuk me kish dalë. E ishte edhe ai viti që u prishim me marrëdhënie me Bashkinë Sovjetike. Në këtë kohë, gjithë studentët që ishin planifikuar për shtetet e tjera të demokracisë, u përmlodhën aty edhe një rrëmuje madhe në fund të javës, shkova te sekretaria, si është puna unë, po duhet bësh dokumentat të tjera që të dalë burse, ku di unë, atë del as del. E ca delin, ca qanin, ca berin. Thash unë të veten, do të vonohem, do të bëjmë, do të vetëm prapa në këto mësime, thash, një vajta në seksion, më jep një punë, thash. Edhe fillova punë, edhe 2 vjetë. Po këto 2 vjetë i bera në lagje. E kështu që të kishe lek, dhe kishe bërë universitetin. Marrësh. E kështu që... A fillova më vonë pastaj, në vitet 70, Fillova korespondencë, Tiranë. Po. Edhe më thirrë për ushtar. Pranë shkollës bashkore, si thua, studenti detyrueshëm, quhet kryerja e shërbimit ushtarak. Kur në kohën që do lirosh, prap do vjen arsim. Atëherë gjetën mua rastin edhe bën thirrje dhe Ministri i Mbrojtjes, bën thirrje të vishen në ushtri. Me detyrim? Bën thirrje, atë dhe u ka nevojë. Shi. Po tani, partia thret, dhe është rrezik se fillojnë në Izrael atë kohë në rrëmuja që ishte atje, lloj gatishmëria. Gjetën rastin ata, edhe më kujtohet më thret një zëvendës komisar se isha në Berat, Znov. Kur në këtë kohë, më thot ai, isha në mbrëm, edhe u ktheva në mbrëm, thot, isha te Ministri i Mbrojtjes, edhe më tha, bëu thirrje atyre studentëve që po bëjnë praktik, ishim disa në Berat. Partia bën thirrje, atë dheu në rrezik, si i përgjigjesh thirrjes partisë këto 3 probleme, më shtroi ministri. Këto po t'i them edhe unë, më the thirrje zyrë. Thash, po mirë, atë dheu t'i shërbej edhe në arsim, thash. Ai më tha, dëgjoj, tha. Në arsim vetë edhe një deklasuar, tha. Kurse neve ju kemi të pastër nga çdo anë, tha, morale, politike, gjitha. Pash, i thash unë, dakor. Më tha, ikën në financë, tha, merë rrogën, në vetë dhe shefi veshmatës, merë uniformën, edhe në detyrë. Më shpun mua në Drobonik, në kodrat Drobonikut, me një grup ushtarësh, edhe mba një lidhje me Tomorri me Dajtin me ministrin, se Greku filloi stërvitin në kufi në Gjirokastër, transhet në kufi, edhe ishte gati të sulmonte. Ne nga dishmëri, brigada jone e Beratit, brigada 7 sulbuse, mbështeste korpusin e Gjirokastës. Në rast se jepesh një sinjal, do të ngriheshin në alarm gjithë. Kështu që pastaj O bërë ushtarak si rrjedoje zhvillimeve historike në rajon? Një rast vjen për inspektim në brigadë zëvendës shefi i ndërlidhjes të Ministrisë Mbrojtjes, një Perikli Pani. Edhe andej këtej ullë në tavolinë për të pirë një kafe me shefin e ndërlidhjes brigadës. I tha ai,
ata kursantët që bëjnë praktik tha, si i ke edhe kush është bashkë? A i tha, kam një djalë nga fshati këtu hafër tha, po Strem, a i është i mirë tha, ka bërë pedagogjike, ka qenë arsimtar, pedagog tamam. A i zëvend shefin zori blokun e tak e shnoj, emrin tim, që ma moren, edhe më mori në ministri, shef, instruktor për telegraf telefon. A dhja vetë. Pastaj, pa mbushur një vit, plenumi i Komiteti Qendror nxori atë 300 mësim punë prodhuese edukim ushtarak. Hapi dokumentet ai se në këtë kohë u bë shef nga zëvendës. Pa emrin tim atje, Filan Fisteku, i edukuar me pedagogjike, tamam vlen për drejtuar një dikaster në zensi të këtu, edhe më thiri, do të heq, tha që këtej. Si e pret, ku të ketë nevojë, thashu. Pra dhe unë ashtu them, po mendoj për më mirë, thët. Me gjithë që kolegët nuk më lenë, tha, që të heqim, se tani ti i morë ato rrugët këtu në ministri, po do të shoj në një shkollë të mesme, tha. Në shkollë të Sami Frashi, tha, do të quhesh nëndrejtor ushtarak, kurse nga ana, ushtarake do të quhesh komandant batalioni. Për shkollën? Për shkollën. Edhe e shtroi në komitetin e partisë ai, të gjithë shokët thoshin, ore, po neve, tani, a i mësoj këto gjera, tani, kemi nevojë për atë. Këtë do të heqim, tha, sepse doni s'doni ju, edhe firmosi. Ik fillo detyrën, tha, shkova, akoma figuroja në ministri, se s'kish dalë urdhri, unë fillova punë andej, rrogën akoma merja andej, e pasaj fillova 5 vjetë në Sami Frash. Wow. Edhe 2 vjetë në inxhinerinë e universitet. Ashtu? Nga Sami Frashi në degën e radios inxhineri. Instruktor për anën ushtarake. Kështu kaloja jo jetë e thej. Pastaj u shkurtuan në vendet edhe, më quanë në një vend, në Zallherë, në dyshef, në rridhje në grup. Pre aty në brigadën e parë, 1105, pre aty në Mëzhez, pastaj doli reforma që na liruan në dyshin. Kjo që karriera... E përmbellë shumë mirë, ba, me pak fjalë. I kam nxjerrë këto, i kam bërë. I ke shkruajtur të tërë, e po duhet të mi recitosh në një ditë. Të mi leqisësh. Të birbilosh. Një nga një. I leqisës me goj. Po.